Eliza Dula është një vajzë 7 vjeçare nga fshati Ponoshet. Për disa muajsh ajo vuan nga keqformimi i veshkave dhe për këtë arsye asaj nevojitet një transplant. Trenzënës të shkollës Kadri Kusari trokitën në dyert e televizionit ton për t'i bërë apel të gjithë qytetarëve që të ndihmojnë sadopak me kontributin e tyre për shërimin e kësaj vokolusheje. Megjithse ata kanë bërë përpjekje të mbledhin disa të holla për shërimin e saj. Ne po mundohemi që ta ndihmojmë këtë vajzë 7 vjeçare që ta kapërcek këtë çmundje. Për shkak se edhe kjo meriton një jetë normale si ka e tjerë, si këtë moshatarët e veta. Na kemi na marrë iniciativë me mbledh para sadopak me lehtësu familjes vet, dhe me mujt mirësi në operacion. Na deri sot kena arrit me mbledh parat që ta dërgojmë në Stamboll. Tani na duhen para shtetit mirësi në operacion. Fotografitë e Elizës flasin më shumë se çdo fjalë tjetër. Pamundësia ekonomike e familjarëve të saj për t'u përgjigjur shërbimeve të shtrenjta që kjo lloj diagnoze kërkon, na bën edhe neve që të kërkojmë ndihmën tuaj nëpërmjet kontributit tuaj në xhirollogarin e babait të Elizës, Qazim Dula. 1 9 3 0 6 5 4 7 2 6 3 2 1 1 5 2. Ndihmoni edhe ju sadopak në përpjekjet për të arritur që kjo vajzë t'i kthehet jetës së saj normale, ashtu siç do dëshironte kushdo.